Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Do bëj një mesazh për ju, një me Oracle, që është zonja e yjeve, që është goxhan letër bukur të dashur Akrepër, dhe një me Tarot, që është Perëndori. Këto dy letra flasin për një ngritje të madhe në fuqinë tënde personale. Diçka jeni duke triumfuar. Zonja e yjeve tregon se po hyn në një fazë ku drita jote nuk mund të fshihet më. Sikur të dukeni çdo gjë do ketë sukses, do jetë më e lehtë të arrini. Je e thirrur apo i thirrur të ngjitesh në një nivel më të lartë, të udhëheqësh, të ndikosh, të marrësh drejtimin me besim dhe dinjitet. Është koha të ndalosh së dyshuari në veten tënde. Universi po të vendos në pozicionin e duhur ku zëri yt do të dëgjohet. Do thotë diçka sikur kudo çfarë po prekni do keni sukses në gjërat më tutje. Perëndori të dashur është forca e kontrollit, strukturës dhe autoritetit. Flet për vendime të forta, kufi të qartë dhe për disiplinë që të çon drejt suksesit absolutisht. Akrepi ka një thellësi emocionale të jashtëzakonshme. Për këto letra të ftojnë që tani të balancosh atë me forcën e veprimit. Mos prit që të tjerë të japin leje në një farë mënyrë, të aprovojnë, në rregull je, gjithë këto gjëra, ti je udhëheqësi i vetes tënde, i jetës tënde dhe askush tjetër. Të dashur, këto dy letra tregojnë mesazhin që mund të marrë këtu. Nuk je më në fazën e mbijetesës, por të krijimit. Mos të u trëmb apo mos të trëmb të marrësh rolin kryesor në jetën tënde. Ke fuqi, dije dhe vizion, mjafton t'i besosh vetes. Një periudhë e re stabiliteti dhe ndikim po afrohet dhe çdo hap që hedhet tani do ndërton themele për një kohë të gjatë. Kur dielli të kujton kush je, asnjë hije nuk mund të ndalë, të dashur Akrepër.